korupcionit. Duhet një model i ri. Çdo shqiptar do një të ardhme më të mirë, do më shumë të ardhura. Nuk do lëmosh, do mundësi të ndërtoj vetë një jetë më të mirë në Shqipëri. Ajo që dëmton më shumë nuk është thjesht vjedhja e arkës shtetit, është kapja e ekonomisë përmes pushtetit politik dhe mojimit të mundësive. Shqiptarët gjejnë jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë, mundësit që ju mohen në Shqipëri. Dhe fal atyre mundësive pasurohen dhe zhvillojnë ekonominë e vendeve ku jetojnë. Mundësitë e barabarta e bëjnë ekonominë amerikane që të rritet dhe të ketë ardhura mesatare për frym mbi $70.000 në vit. Shqipëria i ka vetëm $7.000 në vit. Është kapja e ekonomisë dhe mojimi mundësive që pengon zhvillimin e ekonomisë në Shqipëri. Ekonomia është e kapur në çdo nivel dhe në çdo sektor. Ky është problemi dhe nga këtu fillon zgjidhja. Modeli i ri i mundësive të barabarta, si në perëndim, do krijojë kushtet që ekonomia shqiptare të kalojë nga një rritje vjetore mesatare prej 2% në një rritje prej mbi 10%. Nuk ka rrugë tjetër. Zgjidhja kalon përmes rritjes ekonomike. Ekonomia do rritet kur të kemi një qeveri, jo vetëm që nuk vjedh, po që hap ekonominë dhe jep shqiptarëve të njëjtat mundësi që kanë politikanët, miqtë e tyre, familjarët e tyre. Modeli mundësive është e vetmja rrugë. Për këtë duhet që pak nga pak të ndërtojmë alternativë të moralshme, të vërtet dhe të pakapshme. Dhe me këto ofertë të kërkojmë besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. Do jetë një rrugë e gjatë, dhe sigurisht e vështirë, por është e vetmja mundësi që kemi. Është e vetmja mundësi për të cilën ja vlen të punojmë dhe të sakrifikojmë. Nuk ka asnjë dyshim se do ja dalim. Dhe unë për këtë do luftoj deri në fund.